Vajza e diellit për mua ka një rëndësi veçantë. Është një libër me shumë shenja autobiografike. Hapet me një thonje, të cilën është një proverb latin që mua më pëlqen shumë personalisht, edhe ma definon mënyrën që unë e shoh jetën edhe krejt rrugtimin tim. Edhe e kom ndjesh shumë të nevojshme me përfshi, se mendoj që krejt këto gjëra të vogla që na i mësojnë jetë, na i definojnë ka pak këndvështrimet, kështu që pas thonjës vjen një poezi, e cila funksionon si prolog i librit, quhet Odhej për një vegim, edhe e hap librin. Mandej libri ka 2 ndarje, i ka 10 kapituj, 5 prej tyre janë më introspektiv, 5 prej tyre janë më ndërpersonal. Unë mendoj që kudo që ndodhet arti, në çfarëdo forme që ndodhet arti, na frymëzon krejtve, edhe unë shpresoj që nëse diçka keni më marrë për këtij libri, është më frymëzu për diçka. Ju falenderit shumë për kohën që keni ndarë, për mundin që keni marrë, për këtë ngjarje të veçantë për familjen tonë, por jo edhe vetëm për familjen, për shoqërinë, sepse çdo vepër arti, çdo krijimtari, çdo talent i kontribon edhe shoqërisë përgjithësi. Ajo që më pëlqen te Erblina është që atë që e thot me plot gojë, nuk e thot si me gjys, si me frikë, si me droje, si me marrë, si themin e popullore, atë që e thot, dhe kjo është shumë më erë për ju. Edhe ka një siguri, ka një standard, ka një, një qartësi në ligjërimin poetik, dhe kjo është, shumë pozitive në bindjen time. Vëllimi poetik Vajza e diellit i Erblina Lumës është padyshim një vepër poetike e fuqishme dhe e bukur që frymon në të gjitha shtresat e saj lirizëm dhe tragjizëm. Erblina Luma, që të moto e librit, fati i ndihmon guximshmit, sikur njofton që i ka hyrë kësaj aventure shpirtërore, e vetëdijshme dhe me plot guxim. Është më shumë se një përmbledhje, është një aventurë. Fillon me frikën dhe vegimin e brendshëm, kalon në rilindje si Feniks, pastaj hyn në shpresime të dashurisë, humbjes, identitetit deri te pajtimi me amshimin dhe përjetësi. Poezitë e Erblina Lumës e lidhin jetën me procesin e vdekjes dhe rilindjes. Nxënës të cilët sot ne na përfaqësojnë me rezultate dhe vlera të shtuara në raport me punën e angazhimin që kanë në karrierë, neve na bojnë me undi krenor. Padyshim ky libër është një udhëtim i ndjerë dhe i bukur në botën e emocioneve, kujtimeve dhe reflektime personale, një mozaik poetik ku secila poezi zbulon një copës të shpirtit të autorës. Përgjithësi, ne si shtëpi botuese, dia operon që nga viti 1990 dhe tradicionalisht kemi pasur qëllim botimin e klasikëve e rilindasve, pa janë shkaluar dhe librat aktual kohës, mirë po tash ju kemi jepur një hapësirë gjeneratave të reja në mënyrë që talenteve të reja që dëshirojnë të shprehin zërin dhe vizionin e tyre përmes fjalës së shkruar. Pra, poezia e Erblinës është e guximshme dhe e sinqertë. Ajo na fton të shohim botën me sytë e një vajze që përjeton bukurinë, dhimbjen dhe misterin e jetës. Pra, si botues, me të vërtetë ndihemi krenar që kemi mundësinë të sjellim në duart e lexuesve këtë vepër të re poetike.